raportimet që janë bërë në kuadër të këtyre trajnimeve dhe bashkëpunimeve me AGK-n, unë do t'i shuaja gazetari jo vetëm informuese, por edhe edukuese. Sepse kanë qenë të gjitha storje të cilat kanë edukuar publikun e gjerë se çka janë smundjet kronike jo ngjitse, çfarë po bëhet në Kosovë për avancimin më tej të sistemit shëndetësor, dhe sidomos bashkëpunimi i këtij viti, i vitit 2026, ka patur një kënd krejt të ndryshëm, që shikohet edhe në titullin e aktivitetit, fuqia e këndit të raportimit. Fokusi ka qenë tek pacienti. Pacienti jo si diagnoz, pacienti jo si viktim, pacienti jo si dikush që nuk ka fuqi, por pacienti i cili e merr në dorë rrugtimin e vet shëndetësor. Në këtë mënyrë është konceptuar edhe trajnimi 2 ditor që e patëm 20 gazetare, të cilat kryesisht mbulojnë fushën e shëndetësisë. Trajnimi u mbajt në mars të këtij viti, dhe që nga marsi deri në shtator kemi parë të publikuara në media 18 storje. Ka qenë vërtet një 3 vjeçar shumë i suksesshëm. Gjatë kësaj periudhe ne kemi ndërtuar një paketet të përqendrueshëm që ka dhënë shumë rezultate konkrete. Fillimisht më shumë se 70 gazetarë në Kosovë kanë pas mundësi të rrisin kapacitetet e tyre profesionale për raportim mbi shëndet, duke përfshirë të dimensionet psikologjike, ligjore, si dhe teknikat e rrëfimit. E dyta është përmes punës së gazetarëve dhe publikimeve të tyre, në këtë rast publikimeve tuaja, është ngritur edhe dia qytetare mbi kujdesin shëndetësor dhe të drejtat e pacientëve. Kjo tregon fuqinë që ka gazetaria për të ndikuar pozitivisht në shoqëri. Ky bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, projektit të THS, Asociacionit të Gazetarëve, është dëshmi e angazhimit tonë të përbashkët për të avancuar transparencën në sektorin shëndetësor, për të përmirësuar cilësinë e informacionit dhe për të fuqizuar zërin e qytetarit, në këtë rast zërin e pacientit. Përkushtimi i Ministrisë për të mbështetur iniciativa që promovojnë raportimin profesional dhe të ndjeshëm shëndetësor mbetet i palëkundur. Ne besojmë se një sistem shëndetësor transparent dhe llogaridhënës është themeli i besimit qytetarëve dhe përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve. Prandaj, përpjekjet sikletërisë janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar ura komunikimi dhe për të nxitur bashkëbisedim efektiv midis institucioneve, mediave dhe komunitetit. Që nga muaji mars, kur nisëm trajnimet mbi raportimin shëndetësor me në qendër pacientin, kemi ndjekur së bashku një rrugtim të vlefshëm. Ky proces ka ndihmuar gazetarinë që pacientin ta shohë jo vetëm si subjekt të lajmit, por edhe si zë të fuqizuar që meriton të dëgjohet dhe të respektohet. Rezultatet janë domethënëse, 18 storje të publikuara, të cilat pasqyrojnë realitetin, sfidat dhe shpresat e qytetarëve tanë. Këto storje nuk janë thjesht artikuj mediatik, ato janë dëshmi të fuqisë së zërit të pacientit kur gjenë hapësirën e duhur për të shprehur. Në këtë kuptim, roli i mediave patjetër mbetet thelbësor,